Është vështirë të përputhet kjo vuajtje shkatruese njerëzore me teatrin politik të këshillave të paqes dhe premtimeve ndërkombëtare. Çdo ditë që kalon, shton bilancin marramendës të jetëve të humbura dhe çdo premtim që injoron këtë realitet thellon ndjenjen e tradhtisë. Shqetësimi i thellë për nismën e Trumpit nuk është vetëm politik, por thellësisht moral. Është një përpjekje për të ripaketuar okupimin dhe rrethimin e vazhdueshëm brenda një kornize të re ligjore dhe ekonomike. Ai e portretizon Izraelin si fitimtar bujar, ndërsa palestinezët reduktohen në marrës të drejtave bazike, gjithmonë të kushtëzuar nga sjellja e mirë. Plani flet për zhvillim dhe ndihmë, por hesht për lirinë, drejtësinë dhe sovranitetin. Të flasësh për ndërtimin e shtëpive, pa adresuar arsyet pse ato u shkatruan, është të fyesh vetë popullin që ende vuan në bombardim dhe rrethim. Historia u ka mësuar palestinezëve një mësim të dhimbshëm. Garancitë ndërkombëtare, kur nuk mbështeten në drejtësi të vërtet, janë të brishta dhe kalimtare. Të vendosësh besimin tek një këshill i kryesuar nga Trumpi, një administratë që ka dhënë mbulim politik, mbështetje financiare dhe ushtarake për krimet e Izraelit, është të përsëritësh ciklin tragjik të premtimeve të rreme.